Sa punëtor, sa që folën shumë punëtor. Tiliri ku e pipishtin e cigare, Tiliri që më kanë dalë djerës. Iliri me gjithat halë që kishte në ftyrë, ju fut punës, u djerësit, u bo komplet dhe 2 fish më kesa si ishte. Dhe ideja është që unë mendoj që kur jepet një urdhër dhe kënga është ajo që më bizotëron. Talavaja është ajo që më bizotëron, kjo nuk quhet më ferm. Po quhet anarki, total. Se di, unë lava enot bona grosh se ato ishin për kundra gazin, thash ati s'ke pru kundra gazin me këto? Atëherë të qartësojmë pak situatat. Duket qartësisht që aty është një kaos, kakofoni totale, nuk përfshien të gjithë në punët e fermës, nuk kujdesen të gjithë për kafshët, nuk kujdesen të gjithë për të mbjellat. Është faj i një keq organizimi të punëve nga kryefermeri, apo ka një lloj proteste nga një pjesë e fermerëve të cilët nuk duan t'i bëjnë këto punë? Thjesht për ta sliku ka disa emra. Kjo është ideja, sepse kryefermeri jep urdhrin të zbatohen gjërat, nuk i binden të tjerët, aty ndoshta kryefermeri, unë e thash shumë qartë, duhet kishte pasur më puls, më që mund të një lloj insistimi themi në pjesëmarrje, ndërsa njerëzit ishin kushte Cilët janë më të dishina. pabindurit, Ilir? Po, të pabindurit, unë prisja, të thash, më shumë nga Adi, nga Kuba, se janë 2 çuna që janë 2 pilastra aty, 2 shtylla, që rrinë në vend që të shkojnë të merren me punët që janë, që kanë nevojë për forcë krau, rinë aty dhe ngrofin shlehen diell. Pastaj, përsa i përket vajzave, ta mbaroj pastaj, se jam dhe më i madh i çik, kështu që ta mbaroj muhabetin. Vajzat e lam që mund të mbjellshin dhe të na ndihmonin me gurët. Pra që plugu mos të priste gur, po dhe mos dëmtoheshin si mjetet dhe si njerëzit. Vajzat aty ishin vetëm 2 vajza që ndihmuan 4 burra. Një sekund, po jo pra se po flet vetëm ti. Një sekund, jo, së shfarë e vërtet se kishte vajza tjera që shku në bën stallat, dhe kishte vajza tjera që prekën gurat. Unë kam qenë personalisht në një moment, po jo, mizerë, se si bën fare të dyja. Jo, mi se i pash, aty isha. Unë shkova dhe të lopët, që punë për mu, jo me ike. Po jo mi për punën shikoj tjera, që nuk bëjmë punën time, s'kanë të bëjmë punën atyre që... Nga u putë kurrizi, tu punu një arë. Ndërsa jemi 19 veta në fermë. Po 3 ditë kam që ka marrë. Gocat nuk kanë faj, sepse ke parasysh kur rri një makinë pa nez, për i kohë gjatë nuk është mirë, edhe ne zakonisht lejmë njonin që e nez, për shemë atë makinën thjesht si mos prishet. Nga prime janë ditë gjata, këto shkun me nez pjastrat, edhe ato thashtet e flokëve, se mos që të nezin në prime. A kupto, duhet me qenë dikush. Arbana, të thëmë diçka? Tani këtu ka një seri problemesh, që nga trajnimi deri tek dëshira për të bërë protagonizëm, duke marrë pozicione kryetari dhe duke na bëne një arbitër i cili po sublimoka vetëm dhe askur s'punoka. Jo, vla, jo, kam bo grosh, sa jam knëq, kam la pjata, sa jam knëq, dole atje që të punoj, po i thash ati, po kundra gaz, pëse nuk e sjell ti, zotni, sa ato qistin i tym, edhe kërceshin si pleshta, që unë nuk e di këto janë heroj, po fillojnë gjithë të ankohen si puna jote, kush do ta bëj atë punë, falë. Më mirë të kishin sjell i kazëm, i lopatja, kishin fut drejt, se sa u torturum me ato karkalesa që fluturojshin. Tani teknologjia na që ka problem. Prit. E punut, po, erdi i vdek këj, tha, vdek vdisha. Po imaginoj me bel, kur kishe marrune. Po që do di që unë të dalë edhe të bëj qudine, apo këto gocat ka... Qudine bëjmë kur jemi të gjithë bashkë në një detyrë. Se ishte diska shumë e madhe për të bërë 4-5 veta. Gjëra parë, Arbana, ne kishim nevoj për 1 orë ose 2 njofjen e kësaj teknologjie. Na e tregoja. Jo, që tregoj për 5 minuta e, mori një gjëndo. Jo, më thonë me zi hatë telefoni, Arbana, se po lejnë do i dorë. Më fani që të gjithë tashi, ajo ishte një ndezje me gjalm që më kujton të ato generatora që bleshim në ato vitet për para, që unë të risha kështu, edhe ka lemajt për tisin, mami erdhën drita, e ka dash me taq. Po mirë, pavarësisht këti episodi, si po shkon, pavarësisht këti episodi, Romier, si po shkon punat e stallat, a janë të përfshirë fermerët apo janë gjithmonë të njëjtët persona? Neve kemi krijuar një ide sikur janë gjithmonë të njëjtët persona që bëjnë punët e stallat, apo jo, apo i kemi gabim? Po edhe në shtëpi të njëjtët persona.
persona janë, po. që shkojnë. Të kështë pytje Arbana, se s'po marrë veç gjë. Po them, mos përfshirja Falo moza se s'po nuk të dëgjoj. Mos përfshirja e fermerëve të tjerë. Është zgjedhja jote apo thjesht nuk duan të përfshihen në punët e stallave të tjerët? Jo, shiko, atëre, metoda ime ishte që gjdo sektor i punëve jashtë shtëpis, të themi, se nuk janë vetëm stallat, po është edhe sera, pra të themi janë 5 sektor, të ndajen nga 4 fermer, vetëm një sektor ka 3 për gjdo sektor. Dhe nga këta të 4-të, 2 shkojnë para dite dhe 2 shkojnë bas dite. Dhe ata të 2 që shkojnë para dite në stall, kur vinë bas dite punojnë në shtëpi dhe e kundërta. Ata që të 2 që janë bas dite në stall, para dite punojnë në shtëpi. Ti je i kënaqur me performancën apo jo? Unë jam i kënaqur deri diku të themi, sepse ajo që mua më ka qaluar është pikërisht kjo që ne po marrim shembull tash dhe po diskutojmë, dhe më vjen keq që nga diskutimet këtu nuk po i del koka problemit, dhe koka e problemit është kjo, që kur Agai sjell një detyrë e cila është për të gjithë, duhet angazhohen të gjithë që ta bëjnë, pavarësisht punëve që kanë në përduar për momentin, nëse janë në stall apo nëse janë në shtëpi. Kjo gjë nuk është kuptuar dhe unë për të arritur t'i bëj bashk për një detyrë të cilën Agai e ka sjell për të gjithë, unë nuk ja dola dot kurrë sepse nuk është kuptuar, si thua, aja e çështjes. Sepse nuk ka sens përgjegjësie, Tashi përsa e përket sensit të përgjegjësisë. Po mirë se mua më kishin nxirr duke lyp buzët në kohë që mund ka dalë shpatlla tu hap atë. Po, keni marrë edhe momente i çik. Përsa e përket sensit të përgjegjësisë, mendoj që që kam qenë dhe kam marrë makineri për ta hapur. Mendoj që marrë me bëmë punu nga mjesi deri edhe ndarkë. çere fjalie, po edhe ashtu mund punosh. Po jo më fare, s'punoj nga mjesi deri ndarkë. Se i bëra punët e mia i mbarova. Edhe çere fjalie. No. Kjo ishte një detyrë e posaçme. Detyrat ku mi keni dhënë i kam marrë gjitha, decit. Që kërkonte angazhimin e të gjithëve për të mbaruar një detyrë e pastërisë të veçantë që duhej kompletuar brenda ditës. Dhe nuk mund ta bënin 5 veta ku në shtëpi jemi 19. Ku e ke parë ti që unë pas kam bërë atë punë që e pas kam qenë aty prezent. Prezent, e po e ke parë dhe atë që kam pastruar stallat? Të gjithë kemi bërë punë po jo përse unë sa erdha. Unë sa kam ardhur dhe ju futa. Atëre detyrat ja pra unë e pas kam bërë shtesë. E kam bërë shtesa të fija, për kërajsin e syve tuj. Po i këta shi, mos akuzo. Me alëzë Ty ka metodë për protagonizëm. Nuk është djalë jo për po edhe protagonizëm është. Dëgjoj, pravat humoristike i bëjnë mirë njerëzve, deri një farpike. Po jo fermës, Moza. Jo fermës. Të lutem, ule qik tonet. Jo, tonet po përtisni gjithë, që unë do shkoj... Sil kundra gaz, ose na sil ca kazma dhe lopata, na hiq ato sa të kanë nevojë kundra gaz. Nuk i solla unë as fermerin që të... Atëre këto situatë, klubun sepse ajo është një diçka që duhet të ishte në ardhe të punoj ara me ato mjete. Kur të kemi një diçka që sponsorizojmë si që është Beli që kërkon ti, do lëvizim dhe Belin, gjithë bashkë. Beli, shati, gazëm, mendoj që ka një keq kuptim, për sa i përket punëve që janë të përditshme... Një sekundë. Më falë. Punëve që janë të përditshme normale, si që është të shkuarit në stall, të shkuarit në ser, e tjerë, dhe sfidat që prap janë të përditshme, po për një kohë të caktuar, ku do të jemi të gjithë bashkë. Sepse nuk është i vetmi rast që ka ndodhur gjatë javës, ku nuk mblidhemi dot për të bërë një gjë për ta çuar deri në fund. Kështu që mendoj që është problem më i madh se kaq, sepse ideja është që jemi në fermë, nuk jemi në shtëpinë tonë, që të mbarojmë një punë dhe kemi kuptuar që jemi në shtëpi tonë. Po nuk po e them për ty, ona po e them në për gjithë. Pra, e kemi kuptuar. Disa mendojnë hotel me 5 yje, pik mbaron tema. Është mungesë përgjegjësie që vjen nga jashtë dhe vjen edhe këtu. Nëse doni me faksa, me shkrima, me... A punojnë më shumë meshkujt se sa femrat? Punojnë më shumë burrat se sa gratë në fermë? Vallaj, sot vetëm që i pash me ato kashtat që i jepshin. Jo mi se si kam pa dhaj shumë. Çdo ditë unë 4 ditë po flas për 4 ditëshin tim, se gjitha do pjata që u pastrun nga femrat, edhe ajo është punë. Po, ajo është diçka që ka bërë dhe Romiri, e kanë bërë edhe... E ka pastrun nga dhomën, e kanë bërë... Po në shtu ka kalogari që ka
bëri punën. Arbana, të lutëm, a mund të tham diqa? Po, Indri, po. Thjesht dhe isha me thani gja kash thjesht, sa ne jetojmë në një vend me 200 telekamera, sa janë. Pra, kush do me pa, e shef kretjar, ta janë tanë fjallë, këto, protagonizma, deklarata, kush do me pa, i shef kush punon, kush nuk punon, kush shef flok, kush ban pasarela, kush ban reklame, kush lan pjata. Ashtë e kod. Byllë ma beti vënë pikën. Mua beti kod. Faleminderit.